të ardhur në atë që quhet kthimi i legalitetit, pra në dhjetor të vitit 1924 kur Amzogu u kthye dhe përzuri me të njëjtën formë dhe mënyrë kryeministrin e asaj kohe Fanoli, po kemi edhe disa rusë të ardhur midis këtyre dy periudhave, pra jo vetëm ajo që ka ndodhur mbas luftës dytë botërore. Do kem sot një histori me të vërtet rrallë, se kjo fjala rrallë ka marrë pak inflacion, ku një rus, në fakt ai ishte nga Ukraina, nga Dnjepër, nga një qytet i katërti më i madh në Ukrainë, që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1922. Dhe çka ndodhur? Ai jo vetëm ka jetuar këtu për shumë vite, po ai ka lënë pasardhësinë e vet. Ai quhej Aleksandr Podolski. Mjemri të tingëllon çik si polak, pa ai ishte rus, thoshte jam rus, edhe pse ishte nga Ukraina. Pra, ai ishte ukrainas. Por tashmë ne e dim që historia e Rusisë përfundoi ose u transformua më pas në Bashkimin Sovjetik me 36 republika, një nga ato ishte edhe Ukraina. Pra, Aleksandr Podolski ka ardhur në vitin 1922 në Shqipëri dhe pasi ka ushtruar, ai ishte edhe ushtarak edhe topograf, pasi ka ushtruar këto dy profesione, ai jetoi këtu deri në vitet 70. Sigurisht me shumë ndralla, me ndryshimin e regjimeve, përfundoi edhe në burg, por historia është se ai u martua këtu me një ruse. Dhe ky çift rus, pra të dy po i quajmë rus, kanë pasardhësit e vet këtu në Shqipëri. Un kam kënaqësinë dhe që do rrëfej këtë histori të rrallë, e them disa herë këtë sepse më vërtet është rrallë. Aleksandr Cangonja, ai ka emrin e stërgjyshit vet, Aleksandr Podolski. Por u martua një nga, pra nipi i tij u martua me një cangonj, pra vajza e tij u martua me një cangonj dhe u shqiptarizuan, u asimilua ai geni rus, po është asimiluar geni, më saktë për të qenë korrekt, geni Ukrainës, sepse sot Ukraina është fjala kyçe numër 1 sot në glob. Unë kam kënaqësinë të kem Aleksandr Podolski, jo, Aleksandr Cangonja ta kem në emisionin Dekalog. Aleksandr, faleminderit që pranove ftesën të jesh në emisionin tim. Faleminderit edhe ju, Roland. Aleksandr Cangonja apo Aleksandr Podolski? Unë jam Aleksandr Cangonja, po jam stërnipi i Aleksandr Podolskit. Unë vi nga qyteti Durrësit, ku jetoj, kam lind, jetoj aty. Faktikisht, gjyshim ka ardhur në Durrës në vitet 50, për shkak se kishte punën në Durrës, kishte marrë shkollën Poloni. Do t'i marrim me radhë. Po. Pika kryesore është Aleksandr Podolski. Po. Ai ishte nga? Ai ishte nga Ukraina e sotme dhe qyteti... Bashkimi Sovjetik i asaj kohe. Nga qyteti? Perandoria ruse asaj kohe. Perandoria ruse, 1900. Po, lindi 1894 në qytetin e Floreshtit në Ukrainë? Në Moldavi. Për shkak sepse babai i tij, babai Aleksandrit, Konstantini, ishte një ushtarak i cili ishte me jo, do të pyes për preardhjen e tij, po Aleksandr Podolski ishte nga Ukraina, nga Dnjepër Petrovski, dhe erdhi në Shqipëri në vitin 1922. Pse? Sa vjeç ishte? Ishte diku te 25 vjeç. 25 vjeç erdhi në Shqipëri. Qa donte një Ukrainas, një rus, po themi një rus i bardh. Po, rusi bardh. Edhe ti i bardhi. Po, i bardh. Bardh, ishte në Durrësi dhe s'ka bërë plazh fare, ti qofsh, domethënë. Ne mezi gjem në një orë pushim kështu dhe turremi ndet, ti rusi bardh si stërgjyshi. Po? Faktikisht e solli jo rastësia, po e sollën rrethanat që të vinte në Shqipëri. Cilat ishin këto rrethana? Ai personalisht kishte qenë ushtarak dhe kishte shërbyer pranë ushtrisë perandorisë ruse. Të carit? Po, të carit. Cili car? Carit Nikolaj II, të carit fundit. Cari fundit. Deri në vitin 1917? 17, që bë revolucion. Po, deri në momentin e revolucionit, kur ishin dhe në luftën e parë botërore. Po. Më mrapa pasi ndodhi revolucioni. Aleksandr Podolski ishte me carin, ishte kundër
bolshevikëve. Po. Ishte kundër bolshevikëve. Po. Ishte pjesë rusëve të bardhë, pra ushtrisë që luftonte Të kuqt. Po. Dhe ai gjeti Shqipërinë si stret? Jo, nuk është se erdhi direkt në Shqipëri. Po ku erdhi? Ato regjimenti ku ai bënte pjesë, i kavalierisë ku bënte pjesë. Sepse nuk ishte vetëm, ishte. Jo, ishin grup. Një detashment. Po, një detashment nga Krimea, sepse ai ishte pika e fundit ku qëndruan në ish perandorinë ruse, masi humbën dhe luftën me rusët e kuq. U transferua në Galipoli të Turqisë dhe qëndruan rreth 10 muaj aty, që ishin pritje që se çfarë do ndodhte, do u riktheni përsëri apo jo. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe, krerët e këtij detashmenti, pra, nënshkruajtën kontratë me mbretërinë jugoslave që pjesëtarë të këtij detashmenti të punonin të transferoheshin në Jugosllavi dhe të bënin shërbime të ndryshme. Edhe stërgjyshi im, duke qenë se kishe marru në vetëlindjen e tij, kishe marru Institutin e Gjeologjisë, minierave, u transferu në Jugoslavi dhe... Se shkoj nga Galipoli, shkoj në Jugoslavi? Po, shkoj në Jugoslavi dhe punoj si topografi i rojeve kufitare të mbretërisë jugoslave. Po, të mbretërisë serbo-kroate? Po, dhe ishte mund në zonën e Dibrës së Madhe. Wow! Aty, simas atyre shënimeve që ka lënë Aleksandri stërgjyshim. Ka lënë shënime, ka lënë kujtime Aleksandri? Po, ka lënë shënime, po ato që kemi pas mundësi t'i ruajmë. Po, sepse pasaj keni kaluar kalvare. Po, dhe? Aty në Dibrën e Madhe, si që tregon dhe ai, pati njohje me shqiptarë të shejlerët e asaj zone, që të cilët i sugjeruan, i thanë që... Mos rikëtu në male, po ikë në Bregdet. Shko në Shqipëri, sepse Shqipëria shteti i ri dhe ka nevojë, duke qenë se ai kishte edhe profesionin e inxhinierit, ka nevojë për profesionin ta, dhe ai erdhi në Shqipëri, do nga Peshkopia erdhi në Tiranë. Në Tiranë. Erdhi në Tiranë? Po, në Tiranë. Po. Aty pati... Një dysi Shqipëria ishte... Po. Qeverit binin si gjethet e vjeshtës. Aty pati bënte kërkesa për t'u punësu në ushtri, po nuk pati sukses, dhe i kërkoi ndihmë majorit Gilardi. Shqiptarit kryesor të Ahmetzogut. Ai në atë kohë ka qenë Gilardi, se ka një term. Për gjithë ata që nuk e dini, ishte kishte një kombësi të çuditshme, austriako, kroato, italian pak, hungarez pak, do të thënë ishte kështu, do të thënë international, dhe ishte këshilltari kryesor në fillim i Ahmetzogut. Pastaj u bë general dhe u vra në ato ngritjen e fjerit. Në këtë periudhë që po i kërkoi Gilardit. I kërkoi Gilardit sepse ai në atë kohë ishte komandanti Gjenios në ushtrinë shqiptare, Gilardi. Gilardi, po, sipas shënimeve që na ka lënë. Nuk e di, bon saksi. Nese, okay, po. Ai faktikisht nuk i gjeti dot punë ushtri, ndoshta se si mund të ketë qenë. Me që ishte i huaj. Po, ndoshta se ishte i huaj. Shtetësi nuk e kishte akoma, sepse më vonë e mori shtetësinë shqiptare. Çfarë vite mori në shtetësinë? Në vitet 30, 33, 34 mori shtetësinë shqiptare. Me emrin Aleksandr Podolski? Po, Aleksandr Podolski është edhe dekreti, domthon. Është dekreti? Ça e ke dekreti? Po, dy ta kem, domthon. E kam për ta pas, po se kam për momentin. 1934. Po. Po dhe, domthon ai filloi punë ku? Gilardi i gjeti një punë, duke qenë se ky ishte edhe inxhinier, i gjeti punë, punonte si inxhinier tek ndërtimi i urës së Gjoles. Sa atë thotë që ka bë punën e parë në Shqipëri. Gjole ku është ura? Në Durrës. Në Kruj, Fushkruj. Urës Gjoles në Fushkruj. Ura e madhe që lidh... Që është sot ura madhe, po atëherë ka qenë urë... Ose s'kishte urë fare? Ose s'kishte dhe u ndërtua. Në 22-shin. Më mrapa pastaj ka punu në Durrës, në Shijak, dhe u stacionua në Durrës? Jo, në Tiranë. Në Tiranë është stacionua, po gjithmonë në Tiranë. Po, dhe? Ndodhi dhe revolucioni në Shqipëri, 24, nuk është se pati probleme, u rikthy dhe Zogu, atëherë me Zogun u rikthyn dhe erdhën dhe pjesa e ushtarëve rusë të bardhë, pra që mercenarët e Zogut, rusët që ishte një repart
Prej 100 vetësh. Rreth 100 ushtarak dhe komandant. Ishin ata që e mbrojtën emërimin ose zgjedhjen e Zogut si president. Kujtimet e komandantit janë të tilla, për gjithë ata që nuk e dinë. Ne kishim marrë urdhër dhe kishim mbushur armët, ishim gati me tytat ngritur me votimin në parlament. Në momentin që nuk do zgjidhej Ahmet Zogu president, ne kishim urdhër për ta hapur zjarr. Në një moment doli një beze e bardhë, që do të thotë që Zogu ishte zgjedhur president. Ulëm armët, hoqëm fishekët dhe u qetësuam. Këto janë kujtimet e komandantit të repartit rus të mercenarëve që kisha me Zogu vete. Pra Zogu zgjedhur me tytën e armëve nga jashtë. Aty brenda pastaj me votimi dihet. Tani, stërgjyshi yt ishte me këta? Jo, nuk është se ishe pjesë e këtyre. Por, siç ishe i lidhte gjua, i lidhte zakoni, traditat. Në Tiranë të kishe një repart me 100 rus dhe një inxhinier mos kishe kontakte me ata. Jo, normal kontakt kishte biles më mrapa, sepse këta nuk është se vazhduan më që të shërbenin si ushtarakë, këta rusët e bardhë. Ata qëndruan këtu? Po, një pjesë qëndruan dhe bën dhe familje. Këtu, po, në Tiranë. Tiranë, Vlorë. Kishte lidhje stërgjyshi juaj me ata? Po, kishte lidhje familjarë, do që shkonin. Njëti sot do një nga ata? Me të thënë drejtën, unë personalisht jo, po gjyshja ime kishte kontakte deri vonë, derisa kishte. Me rusët e 1124-s? Me familjarët. Me familjarët, sigurisht, po me ata të ardhët. Okej, rrinte stërgjyshit. Dhe në këto momente, pasaj e kishte më të lehtë me ardhen e Zogut në pushtet. Jo, nuk kishte lidhje ajo, po thjesht ai u ingranua, sepse normalisht në Shqipëri atko mas 25 fillon dhe investimet, kishte fonde. Dhe stabiliteti i shtetit. Ai gjithmonë rritë në Tiranë? Në Tiranë, po lëvizte për punë, për shembull në Korçë. Tani që do fillojmë të shpjegojmë dhe fotot. Kemi pra Aleksandr Podolski, erdhi këtu, u stacionua dhe filloi një lloj stabiliteti. Ai u martua me Tatjana Podolski, ruse. Po, edhe ajo një ruse. Ai ishte e këtij detashmentit? Shiko, historia e saj ishte kështu, stërgjyshi gjatë kësaj kohe që